kum qua anonim, kum qua 300 rëndafila. 300 rëndafila. Edhe vetëm e ka shënu i joti, filon pisteko. Kaq. Dhe gjani e djem, qfar dhuratet bukur. Ju mundeni me bu 400, mja kalua ti. Shumë e bukur, Gresa. Shumë e bukur kjo. Ti vetë pranon shpesh dhurata? Po, pranoj dhurata, edhe pse punoj me lule, unë i du lule. Po pra, se ata që të njohin nga ofër e din se është dhurata perfekte dhe e duhura për gjithë. Unë nuk kam në celulaps diçka me shkrujtash, po për me e kompletu. Po, e kompletoj, na. A e kiti? Jo, nuk kam celulaps po ja vendosim që aty. Vesh po ja vendosim këto, qështu e vendosi one, normal. Vetëm pak. Edhe... Kjo është buqeta që mundeni me ja donë të dashurës tënde, nanës, motrës, kujdo. Edhe mësuesës me që kemi 7 marsin. Po. Me që kemi 7 marsin. Na kemi trëndafila dhe me ngjyra, do më thonë edhe të kaltërt kemi, që marin tash për 7 mars, kum pas porosishëm, që dojnë me adhuru mësusit. Edhe mësusit ja adhurojnë. Asa bukur. Ka ndryshu shumë çmimi, Gresa, i luljeve? Po, pak ka ndryshu. Është një gjë që ata që e bëjnë e di që e flasin shumë. Për para, një buqet për para. Se tash jam po si... Pra vite më për para, diku 4-5 vite, një buqet solide, po të mesatare, e ke marrë me 10-15 euro. Tani është vështirë, 25-30... Me e lira, po foli për dyshan temin, me e lira është 15 euro. Me e lira. Tani kena 25-30 e vënvarët. Unë në dyqanë maj për 15 deri në 50. E nëse kanë dëshirë preferencë tjetër, atëherë ndryshon edhe çmimin. Ata 300 trëndafila dhe ti kushe që sa i kanë kushtu, imagino. Sa është bo trëndafili, 3 euro? 3 euro, po. Bëni logarit vetë. Bëni logarit vetë. Ka qenë kjo një prej më të shtrengtave përësi që të është bo në dyqanë? Apo ka pas më shumë? Ka pas edhe me 500 deri 1000. 500 deri 1000. Okej, me shumë thema herë që je juriste me profesion, instruktore, po ashtu, pasion lullet, që që ke ditën, shumë interesante, që që ndonë në periuda? Po, ndaj për momentin që presit që ka shku motra në Francë, jëmë të marrë veç me lulishte. Okej. Edhe mas martesës, edhe pritja ëmbël, nuk po moj mu aranżu shumë në për kështu që veç lulishte për momentin. Me thënë, po të mungon ajo pjesa e ushtrimit të detyrës tjetër si instruktore, apo... Ashtu. Mendon me ju këtyrë? Po, mendoj, po, të ardhën, po, pa tjetër. Okej, faleminderit shumë që erdhe sot, Gresa, ke shumë knaqësi edhe me dëgju këtë histori shumë bukur përmes të cilës ju e kujtoni. Faleminderit. Faleminderit shumë.